kam 1 hektar me elb, edhe sa koshera bleta, 15 koshera bleta. Nuk arritë dot ti largonet në kohë, Jo, nuk arrita se kur morën vesh që po vinte ujit, u mundova që të ngre plashkat brenda të shtëpia. Frigorifer, ato gjëra, plashkat e shtëpisë. Edhe mbajtë më vonë. Jo. Nga morët veshjeve që po përmbyteni. Kur na erdhi ujit këtu. Që po na hynte këtu, ujit në hobor këtu. Atëherë pam që njoftim paraprak nuk pa. Jo, nuk pa. Ju prisni komisione verifikimi për dëme tashmë vetëm shpërblime? Po, tash ne presim, po. Se sa do bëhet kjo punë, nuk dim gjë. Ju bëni apel për ndihmë? Apel bëjmë, na ndihmojnë. Po na ndihmojnë. Po dëmi unë këtu kam 70 ulim tokë, të mbjell me ato të sezonit që janë, tërshërat, gruri, jonçat, gjitha i kam të përmbytura komplet. Niveli ujta këtu o lisht ka filluar që mëra me të rënë, kam betur pak tokë e zbuluar, kam qurë blektorin që po kullot pak aty se morëm pak, do më thënë, baza ushqimore në unjom. Jo plotësisht, po unjom. Edhe jemi një situatë që nuk e dim që të bëhet, se s'ka dhe ku gjindet baza ushqimore. Në këtë sezon tani, këtë periudhë tani nuk e gjendot me. Atje se është dimër, grumbullohet që gjatë beharit. Nuk e dim se si do vejnë situata, inshallah të ndihmojnë shteti, se nga zoti atë ushqim që pati e shpërndavën para andej dhe vetëm neve. Prisni verifikim të dëmeve? Patjetër, nuk diskutohet, sytë të qeveria i kemi. Nga ajo duhet mbështetje. Ku ti kërkojmë tjetër gjë mbështetje? Vetëm qeverisë. Sa kre lop keni dhe kuj patët kur doli ujë? Shiko, unë pata 7 kre lop, kam 7 kre lop aktualisht, hyri ujë pak në stall, i nxora anë gjatës këtu. E kupton, baza ushqimore që ishte në nivel si më i ulët, ajo urejt një pjesë atje, edhe nga i dëm në blektori nuk pata. E kupton që të jo ngordhe jo këte në të atje, po ja që niveli ujtë. Duhet që arginatura është qarë? Arginatura është qarë në 3-4 pjesë edhe duhet marrin masa që të izolohen se toka është e ngopur. Kanalet janë të ngopura me ujë, po doli dhe njerë. U shpërtheu, po u hapën digat dhe njerë ande nga hidrocentrali, ne prap do njëtë e njëjta situatë dhe me e vështirë bilës. Apeli juaj për gjithë zonën, për gjithë banorët e zonës së dëmtuar? Apeli ju është qeveria të verin dorën në zemër, të marri masa, të paktën për bazën e ushqimore të blektorisë, se nuk janë vetëm unë, janë disa familje këtej që janë prekur nga kjo gjë, kështu që këta i kërkojmë ndihmë shtetit. Bletët janë brenda, po të shkojmë aty te porta aty ka dalë disa koshera dhe ka dalë në rrugë aty, po ti shikoj dhe që këtu duken aty. Koshera në vetë, sa të theme unë, sa të flasim. Të humbur mes detit. Shohim tani, çfarë bëhet, çfarë do bëhet. Bleta zjeme. Dhe ta ve unë atë dua goxha kostë, vajti bleta 2-300.000 lekë një bletë. Prisni verifikim dëmesh? Po tani të shojmë, nuk e dim, nga shtirë, se të bëhet, se dim. A i e ka ndorë. Erdhi njëri ju lajmëroi për t'i hequr? Unë s'mora vesh fare, unë rrim për to, me gribisha, kërë që s'mora vesh për të erdhi këj pësishe në gjenit mirë dhe këj ishte s'morë. Pas njëftë të gjenit të këj do kështë të futurujnë banesë? Po banesë, brenda ujë. Një prurje e tillë ishte parë në zonë? Asë njerë, kjo është ere parë. Po vete që në 67 me bletë kam qenë fëmijë, të kreki në bredë, si të radhë jo një, s'ka bërë atjes. Qarja dhe dëmtimi i argjinaturës në disa vende është shqetësues? Nuk di.